Ummeti ka kohë që është provu me gjehel, është provu me ignorancë, dhe shumë gjëra të dinit nuk i din ashtu siç Allahu Taala ka kërku prej tyre apo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Taala nuk e largon dijen prej njerëzve, por i largon dietar prej tyne. Kur mos mbesin dietar, njerëzit marrin për hoxhallar, njerëz që janë të padijshëm dhe kërkojnë prej tyne fetva, e ata u japin me ignorancën e tyne fetva, fejidhilluna wa yudallun, edhe vetim e devijojnë, edhe të tjerët i devijojnë për rrugës Allahut azza wa jall. Dhe një prej sprovave të mëdha që sprovu ky ummet është përhapja më të madhe e instrumenteve muzikore. Muzika thuaj se nuk ka shtëpi, nuk ka kerr, nuk ka dyqan, nuk ka kafe, përveç se është e mbushur për plot tinguj muzikor. Dhe aq normale na është bë kjo punë, jo normale, sa që jo vetëm që nuk na pengon më këto videoklipet e qoroditura me karakteret e erotizmit, dhe këta këngëtar dhe këngëtare që për ditë na shfaqen në për televizione, por për fat të keq, kohëve të fundit muzika po na depërton edhe në për xhamia. Muzika po na depërton edhe në fe. Dhe dikush po mundohet të na e plasoj një gjë që është e huaj për Islamin. Që 1400 vjet ky ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur nuk e ka pas në xhami apo në obor xhamis instrumentin muzikor, kohëve të fundit edhe në popullin ton bëhen të ashtu quajtura ilahi me muzik dhe i servohen popullatës sikur me qenë diçka islam. Hala ma e keqe është kur këtë të bën institucioni fetar dhe në obor xhamis gjatë tër muajit Ramazanit, ty sikur orgjijat e kishës që i bëjnë meshat e vetë me ato instrumente muzikore, vinë me sintetizera aty edhe të bëjnë ilahi në emër të dinit e bëjnë këtë punë. Dhe kur kuj nuk i pengon këtë çështje. Vinë këngëtare të ndryshme të zbulume, futen në për xhamia të muslimanëve dhe incizojnë videoklipe, pse e ka përmend emrin Allahit, bujnë vdishu, shti instrumentet muzikore në xhami, mbledhen ja 3-4 çika, trullajka të cilët s'kan njohuri për dinin Allahit, kanë i defne të bëjnë ty muzikë aty, tik në për popullin. Me instrumente muzikore është fjalë. Vjen tjetri përsërit hin xhami. 2-3 vetat hunxhan xhami, qetër me instrumente muzikore, kamera silën në për xhami, o koll, kalzo nalt, kalzo poshtë, për me të tregu se ky mashallah për din me kënu. Edhe ata me instrumente muzikore. Me ata në që Allahu Taala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na ndaloi, edhe që të gjitha mezhebet pa asnjë përjashtim, të 4 mezhebet e kanë ndaluar instrumentet muzikore dhe muzikën. Prandaj sot inshallah do të flasim për këtë dukuri tejet negative që po merr për masën shoqërinë tonë. Që është më e keqja, vitet e fundit po na bëhet edhe pjesë e dinit tonë. Me vetdije apo pa vetdije, dikush po na e servon si gjë normale muzikën dhe po na e bën pjesë të dinit. Dhe këtu fajin e madh edhe institucioni basis islam, edhe hoxhallarët që shkojnë marrin pjesë në kësi programe ku ka muzikë. Pa përjashtim. Edhe hoxhallarët marrin përgjegjësi për Allahu Taala që e kanë pa të keqen dhe se kanë ndaluar të keqen, kanë folë kundër të keqes. E neve sot inshallah do të përmendim ajetet dhe hadithet e pejgamberit, po do të përmendim edhe qëndrimin e mezhebit Hanefi, mezhebit ton, që është i përhapur në vendin ton, që qatë shumë haram edhe të këqija bëjmë dhe fshihemi pas mezhebit Hanefi. E mezhebi ynë Hanefi është i pastër prej këtyne shpifjeve, sikur Hazreti Alia që është i pastër prej shijave dhe Hazreti Isa prej krishterëve. Mezhebi Hanefi, për punën e muzikës, për punën e mjekrës, për punën e leximit Kur'anit në përvarreza, është i pastër sikur Hazreti Isa që është i pastër prej shpifjeve të krishterëve që e quajnë djali i Zotit.
Kjo mesela është sikur ajo puna e haxhive tonë kur po shkojnë në haxh, dhe më ka ndodhur vetëm me pa kur po i thot haxhia i huaj. Ja haxh, o haxhi, haram me pi cigare, ky për rregjik se thot Hanefi. Unë jam Hanefi. Unë bën me pi cigare, leti ata që po thonë që s'bën. Kështu është keq kuptimi i mezhebit te ne. Allahu Teala në surat Luqman ajeti 6 folin në lidhje me këtë çështje dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam po ashtu. Dhe u shkruan libra prej dietarëve për këtë sprovë që me të madhe po sprovohet ummeti ynë. Do tani para se me hyj edhe në xhami e pash lajmërimin aty në që dhe institucioni ynë po bën koncert Kur'anin dhe instrumentet muzikore bashkë me një mexhlis me i bë, vallahi kjo është haram. Për fat të keq. Thot Allahu Teala, disa njerëz blejnë tregime boshe, lahu el hadith e ka thujt Allahu Teala. Surat Luqman, ajeti 6. Që ti largoj njerëzit nga rruga e Allahut. Blejnë tregime boshe që ti largoj njerëz nga rruga e Allahut. Pa pasur dije. E talën me te, me rrugën e Allahut. Për këta ka dënim poshtrues. Çka tha Ibn Kathirin tefsirin e tij në lidhje me këtë ajet, tha deshtën të dëgjojnë muzikën, fyet edhe tingujt muzikor. Deshtën të largojnë njerëzit, morën prallat Persis, mushrikt e Mekës dhe prun njerëz për m'ju tregu njerëzve tregime boshe vetëm e vetëm për me largu njerëz prej fjalës Allahut Azza wa Jall prej Kur'anit. Dhe merrnin kujtoni kush e kishte instrumentin muzikor në luftën e Bedrit? Pejgamberi alayhis salam dhe sahabët apo e kishin mushrikët që erdhën me luftu Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Mushrikët kishin marr, pa besimtarët kishin marr femra dhe kontare me veti dhe i kishin marr për me ngrit moralin sipas tyre të ushtrisë me vallëzim edhe me këndim dhe me instrumente tjera muzikore. Dhe sa muslimanët ngrinin moralin me besim dhe pështetjen Allahun Teala. E kishin Muhamedit alayhis salam me veti dhe i pështetën Allahu Teala. Si e kalun ditët dhe netët, atë natë të fundit çish e kaloi Muhamedi alayhis salam, tu ksyja, digadan, tu bë defa aty. Apo tu bë dua te Allahu Azza wa Jall. Tu fal namaz, tu bë istighfar dhe tu bë dua, tu drejtu Allahu Teala, o Zot ndihmona. Ndihmo këtë din. Dhe sa mushrik me defa, me muzika. E pastaj Allahu Teala ka ndihmoj. Ai që i shtriti dur dhe kërkoj për Allahut apo që kërkoj dëfrim me instrumentet muzikore dhe me këngëtare dhe valltare, pa kur fa ndyshe se Allahu e ndihmon ata me të cilin është razi, është i kënaqur. Allahu është razi dhe i kënaqur me ata që punojnë sipas fjalës tij dhe fjalës dërgimit tij. Ibn Mas'ud radiallahu anhu kur e shpjegoi këtë ajet tha lahu el hadith, tha fjalët e kota, tregime boshe, wallahi tha është muzika, wallahi tha është muzika, wallahi tha është muzika. 3 herë sahabi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Njëjtën send e tha edhe tefsiri, mufessiri gjithë mufessirëve, komentatori gjithë komentatorëve. Djali Axhës Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas. Njëjtin send e tha Abdullah ibn Umar në tefsir të ajetit Kur'anit. Sahabët e dinë se për shka zbritën ajetet e Kur'anit. Dhe janë ata të cilët kanë marrë për pejgamberit alayhis salatu wassalam mësimin. Të njëjtin e than edhe Jabir ibn Abdullah për sahabive, tha Ikrima, tha Said ibn Jubair, tha Mujahidi, Mekhuli, Amr ibn Shuaib dhe shumë dietar të tjerë prej sahabëve pejgamberit alayhis salam dhe prej tabiinëve, gjeneratës që erdhën më një herë pas sahabëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e tyre në Hasan al-Basriu, e sa për gjeneratëve të para kam, mos flas pastaj prej Abu Hanifës për mrapa dietarët të cilët i komentojnë dhe thanë se ky ajet ka të bëjë me muzikën. Po pejgamberi alayhis salatu wasalam çfarë na tha, kemë shumë hadith. Dhe dietarët shkruan në lidhje me muzikën libra të tërë dhe i përmblodhen ato hadithe. Sheikh Albani për shembull ka një libër Tahrim ala at-tarab, ku flet për ndalesën e instrumenteve muzikore. Një libër të tërë e ka shkruar për këtë çështje, Allah e mëshiroj dhe na takojë në atë ditë gjykimit të Rab.
E sa djetar tjerë. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith që transmeton Imam Buhariu me numër ndor 5590, do të ketë prej ummetit tim njerëz që e bëjnë halal imoralitetin, e bëjnë halal zina, e bëjnë halal mëndafshin, alkoholin edhe instrumentet muzikore. Hadith i Resulullah ka me pas ka thonë një metem, i thënë vetit musliman, i thënë vetit të gjallar, vej shallë dhe gjybe, edhe kënojnë amën dinit, qka të bëjnë këta? Këta thënë halal është. Qka është halal? Zinaja. A ka një meton njerës që thënë, po si talip ajo, hajtë se vap është, me shumë zjarmin. A ka? Ka. A ka të na që i thënë halal alkoholit, plot, po si mos të mpinje për pak s'ka dert. Mos të mpinje. Se si të mpinje, është ndalume. Si mos të mpinje, doktorat po thënë, një god ven, është e lejume dhe e mirë, edhe kështu dhe ashtu, se ka met para doktorat që kanë fol para 20-30 vjetë, me ata të mëgjmit ka met, me Darwinit ka met, me të majmunave ka met. Edhe kujtën se është e mirë. A ka një met? Ka. Për mëndafshin, a ka që lejojnë? Ka. Sa është problem, thëtë, mu kanë teshe muslimanit e mirë. Si kur ata kasravecat që i piqesin gratë e veta për lyne për njynë që janë me shamia, edhe kur pithu pse për qëtë lymet në gjyme, tja u shishmoj qerve havalen, shamin, për ti pja u shishmon gru, no kasravec, që shpja u shishmon shamin. Edhe instrumentet muzikore, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka me pas një metin tim njerës që i kanë me thonë halal është muzika. Nëse së ndikon, thot në epshin tëndë, halal është. Nëse ndikon të epshi, jo zbën. E qësh me marrë vesh në apo ndikon, asë për ndikon. Ngoje njëherë, mëse si të luje nefsi, a heke se për të luje nefsi. Bëne njëherë haramin, prekajtë në zore këtë regull. Kjo regull është regull batil, i pavlefshëm, s'ka bazas kuran as sünnet. Nuk është problemi i tekstit muzikor. Islami e ka bo problem instrumentin muzikor, fyllin, qiftelin, daullën, tupanin, cylen. Instrumenti si instrument është problematik. Teksti, po normal që gjdo tekst është problematik. Si të shasht, fol, fjall, të fliqta, jo të heshme, që nëzisin, erotizëm edhe epsh, po dhe hiq pak nu me instrumente muzikore, këto i kitë ndalume. Ti s'mësh marrë me përshkru trupin e një femnës me gjdis në muslimant, koko që i kish pas ato, gjyksat e që i kish pas, këto e ato, të e ndalume. Ha me kong, ha me fjall. Instrumenti, që është problem. E Muhamedi a.s. tha, ka me arë një me tem njerëz, që kanë mi thonë halal i kini këto, bile edhe fleta kanë me qitë, kanë me organizu koncerte. Ka me pas një metin tim, tha kësi njerëz. Para 1400 vete sahabi ka qenë për sahabin. Qysh, muslimani mi thonë vetet edhe muzikas halal mi thonë, po tha Rasulullah s.a.s. që ju kalzoj këshet e kiametit. Në me tem kanë me arë që asit meqëm, thojza, të cilët kanë me thonë, hajtë se s'ka dert, halal e kini. Se ndryshe s'po vjen mileti. E në përmjet këtyne instrumente muzikore i shtim mrenda, që veprojnë me teorin Machiavellit, i cili ka thonë, qëllimi arsyeton mjetin. E Islami ka të kundërtën, qëllimi nuk e arsyeton mjetin. Nëse i ki qëllimin e mirë, do të me realizu me mjet të mirë, jo me mjet ndalume, të bom haram për Allah ta'ala dhe pejgamberin. S'mushti me thonë, hajde po shkem filon mahallën, po ndreqim një xhami, a mos kemi pare. E qysh mi apo për pare, po për apim një shpi publike, shkem gjematin e thirim, hajde gjemat për izat zotit, ka një Moldavesk që të ne, ka 20 euro të ndreqim xhami. Se qëllimin e kemi të mirë, e këtë gjemati këshin ardhë me të përgjegjë. Ka 20-50, sa të dush këshin ardhë dhe të ne. Më ka gjemati si kur që këj hoxha ka stravet që ju thot që qështëne. Qëllimi me qenë i mirë, edhe mjeti për realizimin e qëllimi du të me qenë i mirë. Zguzeshti qëllimi bët davet njerës e me haram, me mjetë haramit me i të bu ata njerës. Edhe me thonë, shqyqyr që ja nisën edhe këto kongtarët në herë, Allah i për përmendin në kongë. Që si gjendi kem artë, që po gëzohemi nëse një kongtare e zbulume, e prisht, e përmend emnin e Allahut taala. Allah i një dhe ato i uzoft.
Dhe vazhdon hadithi, pejgamberi alayhis salam tha, do zbresin disa prej këtyne rrëz një malit. Kthehen nga kullota një bari me baktit të tyne dhe shkon tek ata për një nevojë, i thojnë, kthehu tek ne nesër. Qa frajera që bëngën muzik edhe këngëtare rrin rrëz një malit. Ky mal hisë dim ku. Ky mal mund më konë nga të kafiqave të abës këtu në rrët kalastena. Që do kafiqat të haramit që e prishën rinin, qendra e drogës prizani, mas e lypin drogë djatë e qmajt, lypin në për kafiqa. Janë muzikat, ato që ngjallin epshin dhe ngrisin djenjen për zina. Në njerëz që kanë ngu muzikë të kallëzën, kur kanë hyrë në ritëm diskotek, në kafiqe, kur ka fillu, me një herë mente ka pas të femnë ose femnat e mashkull. Ritëm që ngjall epshin për me bë zina. Dhe një pozitë e tillë e ka përshkruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Taala thot të nesër më kur vjen ai çobani që u ka lyp diçka i ka thënë hajde një nesër, thot i vdes Allahu këta duke u hedh malin përsipër e disa të tjerë shndron majmuna dhe nderra deri në ditën e Kiametit. Allah i na ruaj. Jo me shpirtin Allahu Taala, që tyne që pëpin raki edhe po ngojnë instrumente muzikore, edhe pastane, edhe një hadith tjetër kemi ma vonë do të përmendim i ngjashëm me këtë. E pastaj ata që mesin gjallë i bën derra që ofshit nderuam dhe majmuna. Dhe ima që është të deri në ditë Kiametit. Dënimi jo vetëm për ditë Kiametit, po edhe në këtë dynjë Allahu Taala pidenon, duke u rrëzu malin për mi, edhe duke u ndru ftyrat e tyne. Tu i bë majmuna edhe derë. Kush po t'jep garant se ty në koncert thojza islam, Allahi atë gjemat me o gjallar si bën derë dhe majmuna? Kush po t'jep garant? Sikur hadithin tash më vonë që do të lexojmë. Thënë hadithet Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pas hadithin tjetër që e transmeton Imam Bezari, Abu Bakr al-Shafi dhe Diya al-Maqdisi, Imam Mundhiriu dhe Haythamiu thanë që është sahih. Dhe sa po ashtu Ibn Hajar al-Asqalani dhe Sheikh Albani thanë hadith sahih. Çfarë tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Dy zona tha janë të mallkum, mel'un në dynja edhe në ahiret. Cilat janë këta dy zona ja Rasulullah? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, fylli, flauta, sa dhe që fryjën, cyrla, fylli në mirësi, në ndarsman, kur je rahat, fylli edhe zëri në fatkesi, në vajtim. Që i za është i malku, o ku, qka u bo, qka i qky za, edhe fylli të dytë janë të malku. Në dynja i malkum, në ahiret i malkum, tha Rasulullah s.a.s. E Ibn Taymi e tha, kjo është nga hadithet më të mira që tregojnë se muzika është haram, siç është e njohur në transmetimin e njohur të Jabir ibn Abdullah. Za i malkum, za i shejtanit e kanë qujtë dietarët. Za i malkum, ti po e merr dhe po e knan Allahun me zonin e malkum. Allah dhe pejgamberi sa me kanë mallku zonin e cylës edhe fyllit, ti po shkon edhe po thu jo ka dalun e ilahi ku me bë me këtë zon. Ku me kënu Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Hadithin tjetër po ashtu që na e transmeton Ebu Davudi, Bejhekiu, Imam Ahmedi, Ebu Jala, Ebu Hasan at-Tusi dhe Tabaraniu. Dhe ky hadith po ashtu është hadith sahih, si kur të thot Sheikh Albani edhe muhadithi i njohur i Sheikhul Kalum Ahmed Shakir, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu e bani haram alkoholin, bigjozin, kumorin, daullën, tupanin dhe gjdo des është haram. Gjdo sen që deh është haram. Allahi e krahasoi muzikën, instrumentin muzikor, pejgamberi e sa me krahasoi instrumentin muzikor me rakim, me alkoholin, me gjdo pije dese dhe me droga. E krahasoi me alkohol, e krahasoi me bigjoz, e krahasoi me kumor, me këto bastorët sportive, me këto kazinot që janë të darë sikur këpurdhat, i kanë prunë disa femna zbulume, edhe i ngrejnë mështerit
me maqina, pa maqina, me pare, pa... luj që shdën. Dikush po luan me gru, dikush po luan me dyqan, dikush po luan me mall, me pare. Të gjitha këto e keni haram. Paras e folën për fyllin, cylla haram, tash kemi të folë për daullën, tuponin haram. Hoxha është e leju me muzika, po unë jem martu me tupona dhe me cylla jem martu. Po punë e madhe hoqë Kasfraveci që e martu ti me darsë. Se si jeti pejgamber mu konë shembull, pse e martu ti me haram, edhe gjematin mi dhanë fetfa se bën mu martu me haram. Muhammed a.s. nën graj ka pas. Njani le të vjene, le të thote që Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bot darsmen me tupana dhe me cyla apo me instrumente muzikore. Një në dele. Kur s'ko me dalë me nberë edhe në gjami ma me full. Një në dele. Njani le të dele që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka bot darsmen me muzikë. Që Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu dhe sahabët tjerë kanë bot darsën me muzikë. Një sahabin e ta gjajnë, një shok pejgamberit a.s. që ka bot darsën me muzikë. Njën e ta gjajnë. Pse ti Kastravec ke bot darsën me muzikë, që ka të bëjën? Resulullahi s'po banë me muzikë. Sahabët nuk po bëjnë. Djetartë nuk po bëjnë. Kush je ti vlla që po e banë? Edhe pasena për më përzin të në ilahi edhe për thu muzikë. Dhe natë për natë për mdel në televizor në emën dinit me vol ders me instrumente muzikore. Si orgi e kishës, në kish këni pa ditën e dilë kur matë mesha njajt në bërë gjamis. Mos në vjen dikush edhe thot na e prishën dini që 500 vjetin a falë që shu na e prishën që 500 vjeta keni pa instrument muzikon në gjamisën në bërë gjamis. Kush na e prishën mas 500 vjetë e këtë din, se këtë dini ka 1400, po që po folim me 500 që shëmë mësu disa me 500 me fol që 500 vjetë gjamia tona jë ndalu prej teqeve të dervishve sa ata i kanë pas defat, fyllat ato për mu shpu e sende. Ati ke pas instrument muzikon, gjamia konë pastër, as fotografi s'ke pas, as instrument muzikor s'ke pas në gjami. Ama tash kinë gjami edhe instrument muzikore dhe konkëtare, qka ta do shpirti? Edhe në më ndinit bëhet këmë mesele. Dhe dikush të thot, po mëre, bëne këtë punë. Edhe kur të programi thu heki instrumentet muziko, aman për hatër bëne, hajë oqë, për hatër bëne. Smat hatër të robin gjunan dhe i Zotit, ka thë Muhammed a.s. Dhe me gjithat institucioni vazhdon me shujt, dhe me toleru, edhe me organizu punët e haramit. Për fat keq. E di se i dhënohet dikush, po e kemi emanet kërshë Allahu Teala me quë zonin me ndalu të keqe që jemi të e pa dhe është të në ubo para hundve tona dhe për quhet din dhe për në servohet në emën dinit. Nuk o din harami, nuk o din konktartë me na i prun në bërë gjamia. Hajë për shkoni në për me vlyde për kënëni bar edhe që të ka thirë ty është bidatçi, haramgji, edhe ti që për shkoni e bidatçi, hajë dy bidatçi në taku, për në gjami mës ma bjerë mu instrumentin muziku. Mos ma servon në bërë gjamis, mos ma shti konktarin dhe konktaren me bërë klip muzikor në mrena gjami. Dhe këtu kanë fajt edhe imamët e krynë e gjamive, edhe para gjithash institucionin bikqyrës për këto gjami. Qëllip konktari me hi mreda, musja, lokol, që qështën e me kënu mreda. Kjo është haram. Dhe e ka ndalu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamber alayhi salatu wasalam në hadith tjetër që transmeton Imam Tirmidhiu, Ibn Abi Dunya, Abu Amr ad-Dani dhe Ibn Najjar. Dhe po ashtu është hadith sahih. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam do të ndodhin në umetin tim akuzat, gënjeshtra, shpifje, ka me pas në umetin tim shpifje. Dalin edhe shpifjen, filani ka thënë kështu, filani është në ma shumë se kur sot kemi shpifje për njerëz. A keni që bani filan hoxha? Filan ishti pagum kështëne, këto femnat për mirshin ka 300 euro që për ishin shamin, ata për mirshin për mjekra 300 euro. Këta që për shkurtojshin patullat që qështëne, ata në shpifje, a keni një matë më dhaje se sa sot. Sot sa dush ki. Sa dush kini shpifje. E tha Muhammed a.s. do të ndodhen në umetin tim shpifje. Do të ndodhen mesh shëndrim, njerëz Allah i kam i ndru ftyrat edhe kam i shëndru qofshin ndërum në derë dhe në majmuna dhe kam ndodh khasf
është shembje e tokës, gëlltitje. Pa u bë dita e kiametit do të më ndodh që të send. Tha ja Rasulullah, kur do të ndodhe kjo që po na tregon? Kur ka më bë vaki që njerëz me shpif për njëri tjetrin, që njerëzit mu shëndru në derë dhe në majmuna, dhe që njerëzit me i gëlltit toka? Kur do të ndodhe kjo ja Rasulullah? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe gjani me vëmendje, tha Rasulullah sallam, kur që faqen vegrat muzikore, të shtohen këngëtaret edhe të pihet alkoholi. Subhanallah, si me fol për që të zaman tonë. Tamam ditët që është të folë Rasulullah sallam është sot. Hadithi pejgamberit sallam, mos më këshirni mu, unë veç jam të transmetu fjalën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fjala e pejgamberit Allahu Taala po të kallzon që kur të përhapen veglat muzikore, instrumentet muzikore, kur të përhapet alkoholi dhe kur të shtohen këngëtarët, atëherë Allahu Taala ka me i gëlltit njerëzit, toka ka me i gëlltit njerëzit. Dhe kam i shëndru këta njerëz që ngojnë kësi këngëtare në derë dhe majmune. Dhe tha Resulullah së në hadith tjetër, njëtin sen do të ndodhin në fundin e umetit tim shembje, akuzime dhe shëndrime. Thanë pseja Rasulullah? Tha se do të mbajnë këngëtare për dëgju e do të apinë alkoholin. Ma shumë se kur kemi probleme me muzikë dhe me pirin e alkoholit dhe me dëgjimin e këngëtarëve të zhveshura, të cilat ma shumë vishën kur bin me flajt se sa kur dalin sken edhe në rrugë. Kombinën vallaj qëto femna që jemi të i pa qëto të haramit në sokak, këto ma shumë vishën kur bin me flajt se sa kur dalin shadrvan edhe në sokak. Për fat të keq, bijat e agjellarve, bijat e shqiptarve, bijat e muslimanve të këti vendit që atë shumë u krenoshin me moralin. Femla jonë ka moral, kish pas tut, se moral kërkun s'kish pas tut. Që ku i kemi moralin në përsokake tona, alkoholin edhe instrumentet muzikore? Qëfar tha Ebu Hanifja në lidhje me këtë mesele? Kemi shumë adithë, po unë e me qëka që i kam përmblet për shkak të kohës, dhe di se ndoshta do t'jem i tepër në kohë ma bohallatsot. Çka tha Ebu Hanifja në lidhje me muzikën? Që qatë shumë kena qef më shef mas Ebu Hanifes, me rajt për Ebu Hanifen dhe me zhebin e ti të njohur dhe ma të përhapër në botën islam. Ebu Hanifja, sikur që thot Ibn Qayyim al-Jauzi në librin e tij Ighathatul Lahfan, faqe 348, është më i rreptin çështën e muzikës dhe me zëviti. Më të rreptit janë muzikë hanefit, më të rreptit, më të ashprit, që hiç nuk tolerojnë punën e muzikës. Thot medhebi e Ebu Hanifës në këtë muzikë është medhebi më i rrept për gjithë medhebeve. Dhe fjala e tij në këtë çështje është për fjalëve më të ashpra. Ai ka këshillu shokët e tij që të ndalojnë dëgjimin e gjitha instrumenteve sikur fyllin, defin edhe goditin e daullës. Dhe ka thonë se gjitha këto janë premkatave dhe se është rrugë që të shpijen në gjuna dhe se nuk i pranohet dëshmia atij që dëgjon muzikë, që e bën edhe dëgjon. E çka më thonë nuk pranohet dëshmia? Kur vish si dëshmitar, si shahid në qah ose për ndaj punë tjetër, dikush po martohet edhe të vjen aty në mukon shahid. Ebu Hanifja s'të pranon hiç. Hiç pranon. Ati e që e këngëtarja, ati e që i ngon që ato kaseta ta. Se tash ashtë shumë është përhap muzika, në kompjuter muzikë, me iPoda, me iPhone, me telefona, me MP4, MP3, në përgjepa, në përçanta, ka mos veç muzikë. Edhe disa i shojsh të luqë që është të nërë soko. Kryt të hecë. Me bo dhikën njëri me thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah, thëjmë budalli, shtrenu njëri. Me kjo me muzikë që gjështu lunë, ma mos teci për atat metalikës që non stop e lunë kryt si të rollanë. Dhe ju dogat normale, gjestet jo normale të këtyne njerëz. Si ta din që ngon muzikë, se pranojnë dëshmin. Ti thënë ti smush me qenë dëshmitar për martesë, pranohet dëshmia ty. Çu për këtu. La ilaha illallah, duhet të na asnjë hoxhës mos më ja pranu dëshmi. Asnjë xhamatniz mos më ja pranu dëshmi.
Çfarë zamanit keq kem ardh dëshmitar sipas rregullave të şeriatit me lyp me gjet, vallahi e ke shumë vështirë sipas dispozitave të mezhebit Hanefi edhe mezhebeve tjera. Këto fjalë ka thënë Abu Hanife. Me po dëgjoni hala më të rëndë çka ka thënë Abu Hanife. Dhe ma rigorozja për gjitha këtyne thot, është fjala e tij e njohur. Kush dëgjon muzikë ka bo fisk, ka bo gjinah, ka bo mëkat, ndërsa kush knaqet të ngu muzikë ka bo kufër, ka dalë prej dinit. Qëta që i hecën e për darsma që kësene, që lujnë, valzojnë, qëta që dojnë, na knaqë, kalle, su knaqën. Dhe Abu Hanife si konsideron heq pjestar të ummetit. Që neve se themi atë fjallë. Po Abu Hanife që rigoros ka qenë këtë qështje, sa që ka shku hala ma largë dhe ka thonë, këta heqas musliman zban mi u thonë. Se di që ka më bo ditën e Bajramit kur që kënë njerëz në parat koncertin islam që kishtë thonë Abu Hanife. Në librin e njohur të Hanefive Al-Bahru Ar-Ra'iq, që mësohet edhe në përshkoa në botën arabe, thot, janë dy lloje të arktimit. Njëna është ndalume dhe tjetra është e lejume, me kusht. E ndalumja thot është çdo tubim ku marrin pjesë instrumentet muzikore, qofshin bame prej drunit apo çfarëdo materialit tjetër. Tubimet, vazhdo fjala ti, por unë me kaq, ai po e përmend disa instrumente muzikore, po me kaq po nal. Tubimet thot që merr pjesë të instrumentet muzikore, këto tubime thot janë të ndalume me marr pjesë në to, edhe ndarsën thjeshin ku ka muzik, haram e ki me shku në atë vend. A ka muzik? Jo që s'ki drejt me boti, po dikush e ka bot, qoftë baba jot, djali jot, vllai jot, motra jot, hoxha jot, tezja jote, e ku dush thuj, hoxha jot, s'ki me shku në të darsë. E ka ndalu, fjale e mezhebit, fjale ulemave, zban me shku ka thonë atë vend ku ka instrumente muzikore. Edhe e dyta ka thonë, tubimet e lejume janë ato, tubimet e lejume për zbavitje. Janë ato tubime, ka thonë, në të cilat nuk ka instrumente muzikore, po ka def. Edhe ato në përdarsma. Mirë po ka thonë vetëm për femnat. Nëse e bëjnë këtë punë mashqit, Hazreti Omer e di që ka bëjnë. Nëse ka një, po thotë në këtë liber, Al-Bahru Ar-Ra'iq, Hanefit, po të regojnë për Hazreti Omerin, po thëjnë, Hazreti Omeri kur ka një dikun që po njihet një za i defit, se sunet është gratë në darsma me imshu defit për më uni që është bo darsë. Defi është për suneteve të darsmas. Disa e kanë thonë që është për obligimeve të darsmas. E alen, me dhonë haber se po martohet filani me filanën. E jo me i pa në përsoka ke mos me ditë se qka është të ndohë. Se qëta që bo normal, hec me këtë dënë, këshëri puntua me superzi. Dhe sa në islam është defi për më ditë se këta dy janë lidh me një qah. Edhe thot Hazreti Omeri kur ka një def i ka qu njerëz me njëherë me këqyr a është të gratë këj defi apo burat janë të imshu. Si të ka një se burat kanë rokë si gratë, si me po të e burat. E keni po? Që shdo këtë që sos si mashkull, që shtu është në islam burri me rokë defin edhe me imshu defit. Kur i ka pa këta Hazreti Omeri, i ka rreh në shtag, i ka rreh, me shkop. Dhe i ka marrë hadithin për bas, hadithin pejgamberit a.s. që Allah i ka mallku burrat që ju përngjasojnë grave. Qa e burri ti ke tak për shumë defit? Sigur gra më ka. Edhe normal. E mos fal më për këta burrat që i kësejnë sigur gratë, e dridhen sigur gratë. Qesin një bardak e sildo sigur gratë. E që të janë rresho plakat të pederit të i thonë bravo të sigur gratë. Sa larkë kem shku neve në prishje në shoqërin to. Po ashtu në librin tjetër të Hanefive Al-Bazzazije, në kapitullin Al-Manaqib, thot është transmetu i gjma konsenzus i ulemave në lidhje me ndalesën e instrumenteve muzikore. Në vëllimin 7 faqe 88 të këtij librit. Para mëna se ku ka ardhë mesele.
Ku janë librat? Ku jemi neve që pretendojmë që jemi në mezhebin e Ebu Hanifës? Imam Kasani, që ka një libër shumë të njohur, El Bedai o Sana'i, libër për librave të mezhebit të njohur Hanefi, thot është ndaluar njëri me hyrë në një shtëpi pa leje. Flet kret një mesele tjetër, po të fol për meselen tjetër ndërlidhet me muzikë. Zguxon pa marr leje mu fut në asnjë shtëpi. Jo sigur të ne kojshia hin pa mranda, jaran ku, o na kojshi që 30 vjet ku. Kur e kur unë në këtë shtëpi hin që shdu. Unë jam daj, unë jam nipit e daja hin që shdan, unë jam kësherin, ti s'ki drejt kërkun me hi ku ka femna të cilat e ki haram mi pa të pambolume. Haram e ki. Troket në derë, 3 herë. Nëse të lejohet futesh, ajet Kuranit e ki, nëse nuk lejohet, nuk hin në atë shtëpi. Përveç, thot, Imam Kasani, i njohur, alim i madh i Hanefive, thot, lejohet, thot, vetëm, nëse nin me një vend që ka muzik, edhe po knohet në atë vend, ka të drejt me u fut në atë mexhlis, pa leje, me hy mrenda, në emën të ndalesës së gjunahit që është u bë, dhe thot këtë fjale ka thonë Ebu Jusufi, nxënësi i madh i Ebu Hanifës rahimahullah. Ebu Jusufi ka thonë bën me hin atë shtëpi edhe pa trokit ku të nish muzik për me unal muzikën apo për me u fol për muzikën. Sot me bën me hin të rrejnë, bëjnë lëmë mos gaboni, tash me nguju me hin për shtëpia. Më thonë hoxha më ka thonë mëse mi rrejat. Se qaç është e përhap me harami sot, sa ti mesesh si kastravec vetën mesesh aty. Për fat të keq, neve po flasim ku janë librat tona e ku është populli ynë. Imam Serhasiu në librin e njohur Hanefi të madh përmi 30 vëllime i ka Kitabul Mabsut, thot nuk është e lejuar me dhon një vend me qira në të cilën e marrin ata në këtë vend për me bë muzik, për me mësu muzik, se kjo është gjunah. Në vëllimin e 16 faqe 14 as vendin mja dhonë me qira, le që zbën me shku me mësu e me mësu qertë me muzik, po lyp njani qira me ta marrë vendin, dyqanin me qira, me qerë shkollët muzikës, sot e kitë ndalume mja dhonë ati nirit se po bën gjunah. Dhe sa Sheikhul Islam El Marghinani, djetari madh i njohur Hanefi, në librin e tij të njohur El Hidaya, libër po ashtu shumë i madh, dhe nxënësit e dijes o xhallat, këto libra që jam të i përmend i din, këto janë librat bazike të mezhebit ton Hanefi, thot nuk merret dëshmia e këngëtarës për arsye se ajo bën gjunah. Nuk merret po ashtu dëshmia edhe atij që e mledh popullin për mi u knu për arsye se edhe ajo është të bo gjunah. Me amar hoxhallarve që për thirë popullin hade me knu. Hanefit për thënë nuk merret dëshmia ati që e thirë popullin hade me knu në filon vendin. Më konë kyjt me shal edhe me thonë hajdeni se këpë kënejmë sot e kena bajram. Allah i në rujt, ja Rabi, prej fitneve që në kanë godit si ummet. Këto janë disa prej fjalëve që i kemi në mezhebin ton Hanefi. Dhe sa kur është pyet Imam Malikun, mezhebin e Malikive, që ka thonë, tek ne një gjë të tillë veprojnë vetëm munafikat, veç dy ftyrshët, ka thonë, të nanë Medine, kur kanë pyet çka thu për muzikën, ka thonë të nanë Medine, veç munafikt kënajnë edhe bëjnë muzikë. Muslimanët e vërtet nuk e bëjnë një gjë të tillë. Ibn al-Jauzi ka përmend në Telbis Iblis edhe hadithi apo transmetimi i Imam Malikut është sahih me senedin e vet, sikur që ka përmend Sheikh Albani në librin e vet Tahrim Alat at-Tarab. Abu Tayyib at-Tabari thot sa i përket Imam Malikut, ai ka ndalu këndimin dhe dëgjimin e saj, ka ndalu muzikën edhe dëgjimin e saj, dhe ky ishte mezhebi i gjithë Medinës. Këtë ulemat e Medinës e kanë pas këtë çështje. Pasane Imam Ibrahim ibn Mundhir al-Madani e ka pyet Imam Malikun dhe i ka thonë, çka
Çka thuni për punën e muzikës? Vërtet ky imam është pyet dhe ka thonë, a është e vërtet që malikit e lejojnë muzikën? Ka thonë, Allah i na ruajt, një gjë e tillë të ne nuk e bën askush përveç munafikëve. Mezhebi i Imam Malikut. Ndërsa Imam Shafiu thot, kam lënë në Irak. Imam Shafiu ka jetuar një pjesë në Irak, pastaj ka shkuar në Egjipt. Thot, kur ka dalë për Irakut, thot, në Irak i kam lënë disa njerëz, flet për sufit, për dervisht, të cilët kanë bë at-taghbir, një lloj poezisë që ka gnu me instrumente muzikore. Për atë poezi ka fol, le për darsma për muzika, instrumente valltare. Ka thonë, i kom lënë atë të u bë që të punë, e kanë shpikur të zindikët. Zindik ju kanë thonë njerëzve që i kanë lënë fen, që kanë pa fe, qafirave. Zindik i ka quajt. E kanë shpik zindikët për t'i largu njerëzit nga Kurani, nga libri i Allahut Azza wa Jall. Ibn Taymija në Fetawa, në librin vëllimi numër 11, faqe 507 thot, atë që e ka përmend Shafiu është se ajo është prej shpikjeve të zindikëve. Kjo është fjalë thot e imamit me përvojë në rregullat e Islamit. Ky muzika thot nuk ka qenë i lejuar përveç atij që është akuzuar se është zindik. Kur kush për muslimanëve thot s'ka bë muzikë përveç jo muslimanët qafirat. Po ashtu ka thonë një prej dietarëve të Shafiive, nuk lejohet këndimi as dëgjimi edhe goditja daullës. Edhe kush ja vesh këtë Shafiut vetëm se ka gënjy ndaj tij. Muhamedi alayhi salatu sallam ka thonë një parë që mirret prej këngës, prej daullës, prej instrumente muzikore, që e parë ka thonë është haram. Dhe dietarët kanë thonë lejohet me kthy femnën që ke ble robresh. Nëse mirët vesh se kjo robresha po din me i ra defit me ksy, me knu. Ka thonë është e lejuar me dietarët me kthy sikur mall noksan. Sikur me ble najsan që është sakatlëk e kanë në gjeh nësa jo din me ra instrumentit muzikor. Pse se ka dit me knu. Po ashtu Imam Ahmedi kur është pyet, ka thonë këndimi e fut një fakun në zemër. Muzika ka thonë e shtin dyftërsi, munafiklëkin ta shtin në zemër. Dhe nuk e ka leju që të dëgjohet muzika, ndërsa në një rivajet tjetër ka thonë e dobson zemrën dhe është bidat që nuk e kanë bë të part e muslimanëve. Ibn Jauzi thot, muzika që njihet sot, po flet subhanallah për vaktin e vet që ka me fol na për vaktin ton, është ndaluar tek Imam Ahmedi e se